Tani është momenti i traditës dhe vallës së bukur shqiptare. Ato janë një grup vajzash nga Tetova, pjesë e shoqërisë artistike Gjeladin Zeqiri. Është për të duar trokitur për kushtimi i brezave të rinj që të ruajnë dhe të trashëgojnë vlerat tona artistike. Në fazën e parë shijuam suite kosovare, e sonte ato do të na befasojnë me Malsoria. Malsoret më të bukura na vinë nga Tetova. Më ma gjepset me delikatesën tuaj, mënyra se si dellatonit qiellin me duar e si preknit me butësi tokën me këmbët e juaja. Vat gjithçka që një valle duhet të ketë, edhe krenarin, edhe bukurin, edhe delikatesën dhe të gjitha ju lumë. Faleminderit shumë.
Mirëmbrëma vajza dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Ju komplimentoj për sonte, na sollët një atmosferë shumë të bukur të valleve tradicionale, me këto kostume, me lehtësinë tuaj në kërcim, me buzëqeshjen tuaj dhe me energjinë pozitive. Mund të jem repetitive në këtë që them, por sa herë shikoj vajza dhe djemë të rinj përpara meje që çojnë përpara traditën tonë, jam shumë krenare për ta. Dhe unë ju falenderoj. Faleminderit shumë. Një bravo e madhe. Edhe unë do të ndalesha pak në elementit etnografik, ata që merren me ju e kanë kuruar në detaj çdo element, përfshi të gjithë performancën, të gjithë kërcimin, të gjithë modalitetin dhe ndjesinë që është trashëguar pra në fillesat e kësaj valle apo kombinimi që ju bët, pa diskutime dhe nga unë është një shkëlqim i madh që ju jap. Faleminderit shumë. Unë ju pash ndryshe. Ju vërtet kërcyet në skenë, kurse unë ju shikoja në lëndina. Se në artistët jemi dhe në qikë të qartur, shikojmë si pas mënyrës sonë. Unë shikoja disa shtoj zavalle, jashtu në lëndinat bukur, kërcenin, fluturonin, prek një qelin dhe tokën, dhe mbi të gjitha, bukurisht shqiptare. Faleminderit. Bravo.